Të nderuar televizionist, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në Durrës, gjatë prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit, kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se Shqipëria po kalon një proces të rëndësishëm drejt drejtësisë. Ai u shpreh krenar për veprimet e drejtësisë që po përballen me ish zyrtar të lartë. Rama nënvizoi gjithashtu rëndësinë e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe krahasoi ecurinë e vendit me atë të Malit të Zi. Kryeministri Edi Rama ka folur për një transformim të dukshëm të ofertës politike të socialistëve në Durrës, duke theksuar se drejtësia po vepron si kurrë më parë në Shqipëri. Gjatë prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit, Rama shprehu krenarim për hetimet dhe veprimet e SPAK-ut, që kanë prekur një pjesë të konsiderueshme të fituesve në zgjedhjet e 2021-shit, duke u referuar korrupsionit të kaluar. Ai tha se ky është një moment historik për Shqipërinë, pasi drejtësia po merret edhe me ministra, një fenomen që nuk ishte ndodhur më parë. Dhe ne duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kohë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore, se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë. Pra nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Nuk ka pas kurrë një ministër në historinë e Shqipërisë që e ka marrë një prokuror i pavarur dhe i ka thënë hajde këtu se do të pyes. Këtu u vran 4 veta mes bulevardit dhe su pyet njeri. Su pyet dot, po u ndalua, u refuzuan me urdhër nga kryeministri, u refuzua zbatimi i urdhrave të prokurorit. Policia i tha hikë, nuk zbatojmë ne urdhrat tuaj. Mandati i 4 i qeverisjes së tij është i lidhur ngushtë me synimet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një proces që është bërë konkret pas hapjes së negociatave në vitin 2022. Futja në BE bëhet edhe i çështje pa egzagerim ekzistenciale e sigurisë dhe mbrojtjes së Shqipërisë, në ndërkohë që raportet e tjera, siç e shikoni, po lëvizin dhe po ndryshojnë mes vendeve të tjera. Mali i Zi i ka hapur negociatat në 2012. Ne i kemi hapur negociatat zyrtarisht dhe jemi ulur në tryezë për të filluar bisedimet konkrete vetëm vjet. Kemi filluar vetëm vjet. Mali i Zi ka filluar në 2012 negociatat. Dhe sot ne jemi krah për krah me Malin e Zi, 2 vendet që ata i shohin si më të mundshmet për të futur në Bashkimin Evropian. Rama vazhdoi turin e takimeve të tij në Durrës, ku u takua me biznesmen dhe qytetar, ndërkohë që paralajmëroi se do të vazhdoi takimet dhe përgatitjet për garën e 11 majit, duke kërkuar mbështetje për vazhdimin e procesit të integrimit dhe të zhvillimit të vendit. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia e Ajola Zoza është thirrur në SPAK për të pyetur si person në hetim. Ajo qëndroi për rreth 1 orë në prokurorinë e posaçme, ku nuk ka pranuar të japë sqarime derisa të njihet me aktet e çështjes. Ky zhvillim vjen pas hetimeve ndaj bashkëshortit të saj, që ka lidhje me një shkelje të mundshme të rregullave të paraburgimit. Ajola Zoza, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, është thirrur në prokurorinë e posaçme për të pyetur si person në hetim lidhur me hetimet ndaj Erion Veliajt. Zoza ka qëndruar rreth 1 orë në ambientet e SPAK-ut e shoqëruar nga avokati i saj dhe ka refuzuar të japë ndihmën e saj derisa të njihet me aktet e çështjes. Sipas burimeve, ky qëndrim është i gatshëm me atë të ditës së djeshme të bashkëshortit të saj Erion Veliaj, i cili gjithashtu ka refuzuar të japë sqarime para prokurorit Old Stado. Erion Velia, i arrestuar me 10 shkurt për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, është në hetim dhe akuzat ndaj tij lidhen me shkelje të mundshme të rregullave të paraburgimit. Ai dyshohet se ka komunikuar me bashkëshorte përmes një telefoni celular të një punonjësi të grupit të shoqërimit gjatë transportit të tij nga paraburgimi në Durrës për në gjykatën e shkallës së parë për krimet e rënda. Telefonata e zbuluar nga përgjimet e celularit të Ajola Zozës ka ngritur dyshime për shkelje të mundshme të procedurave ligjore. Në hetim për korrupsion dhe pastrim parash, Veliaj dhe bashkëshortja e tij janë përfshirë në një çështje të gjërë hetimore. Gjithashtu disa biznesmen janë akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa Elmana Bule, një sipërmarrës i njohur, është vendosur në arrest shtëpie si dyshuar për këto vepra. Me të tjera zhvillime, zbardhet e plot dinamika e aksidentit në rrugën Vor Fushkruj, ku mbetën të vdekur 4 të rinj mesnatën e së mërkurës. Automjeti me cilën udhëtonin të rit fillimisht ka kryer parakalimin e 2 kamionëve që lëviznin në rrugën Vor Fushkruj dhe më pas kanë hyrë sërish në korsinë e tyre. Moment që pak sekonda më vonë janë përplasur me betonierën e ndaluar.
Hetimet për aksidentin e rëndë që ndodhi në aksin Vlorë-Fushkruj kanë zbuluar detajet e reja mbi dinamikën e ngjarjes dhe faktorët që mund të kenë ndikuar në përplasjen fatale. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se automjeti ku ndodheshin 4 të rinjt kishte bërë një parakalim të dyfisht duke kaluar 2 kamion në rrugë përpara se të rikthehej në korsinë e duhur dhe të përplasej me një betonjere të ndaluar në rrugë. Shoferi i betonjeres, 24 vjeçari Aleksandr Krashi, ka deklaruar para hetuesve se mjeti i tij ishte ndaluar në rrugën kryesore pasi kishte karburanti. Ai pretendon se ka tentuar ta ndezë 2 herë por pa sukses dhe më pas është larguar për të marrë naftë në një karburant pranë vendngjarjes. Sipas tij, ai kishte harruar të ndiste dritat e emergjencës dhe vendoste trekëndshin e sigurisë, elemente të domosdoshme për të paralajmëruar drejtuesit e tjerë të mjeteve. Ndërkohë, dëshmitë e shoferit kanë qenë kontradiktore, pasi fillimisht ai ka pohuar se mjeti ishte në lëvizje në momentin e aksidentit, por më vonë ka ndryshuar version duke pranuar se ishte ndaluar për shkak të mungesës së karburantit. Ekspertiza e grupit hetimor ka arritur në përfundimin se makina e të rinjve po lëvizte me një shpejtësi prej rreth 140 km/h në momentin e përplasjes, çka mund të ketë ndikuar në humbjen e kontrollit dhe përplasjen e fortë me betonjerën e ndaluar. Policia dhe grupi hetimor vjojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore dhe për të kuptuar të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi për humbjen tragjike të rinjve. Policia e Tiranës ka zbuluar dhe goditur një rrjet organizuar prostitucioni duke arrestuar 8 persona dhe shpadhur në kërkim 3 të tjerë. Mes të arrestuarve është edhe një police e komisariatit numër 4, Anisa Braja, i cili dyshohet se siguronte klient për këtë aktivitet. Po ashtu, 44 shtetase nga Amerika Latine janë proceduar penalisht për ushtrim prostitucioni. Policia e Tiranës ka zhvilluar një operacion të suksesshëm kundër një rrjeti të organizuar prostitucioni, duke arrestuar 8 persona, mes tyre një punonjëse policie dhe duke shpadhur në kërkim 3 të tjerë. Operacioni u krye pas një hetimi disa mujor, i cili zbuloi një skem të sofistikuar që shfrytëzonte gra të huaja nga Amerika Latine për prostitucion në kryeqytet. Në mesin e të arrestuarve janë shtetas shqiptar dhe të huaj, përfshirë dhe efektiven e policisë, Anisa Braja, e cila dyshohet se luante një rol kyç në sigurimin e klienteve. Ndërkohë, drejtuesja kryesore e rrjetit, një shtetase kolumbiane me inicialet GR, është shpadhur në kërkim së bashku me 2 bashkëpunëtorë të tjerë. Sipas policisë, grupi kriminal bashkëpunonte ngushtë për të sjellë vajza nga Kolumbia dhe për t'i akomoduar në apartamentet me qira në Tiranë. Çmimet për shërbimin e tyre varionin nga 200 deri në 250 euro për klient, duke bërë këtë rrjet një nga më të sofistikuarit të zbuluar në vitet e fundit. Ndaj të arrestuarve rëndojnë akuza të shumta, përfshirë trafikimin e personave të rritur, shfrytëzim të prostitucionit dhe mbajtje e lokaleve për prostitucion. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e anëtarëve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet palishëm. Një 20 vjeçare është arrestuar në Shkodër pasi u kap me armë zjarri. Policia njoftoi se i riu është ndaluar teksa lëvizte me automjet në lagjen Skënderbeg, brenda së cilës u gjet dhe një armë zjarri pushk me municion luftarak, e cila posedohej pa leje me qëllim shitjen. Një operacion i koordinuar i policisë së Tiranës çoi në prangrosjen e 20 vjeçarit Mateo Ndreu, i cili dyshohet se ishte në proces së shitjes së një arme automatike pa leje. Agjentët e policisë, pas marrjes së informacioneve të besueshme në rrugë operative, kanë ndërhyrë në momentin e duhur kur Ndrea po shiste armën me municionin luftarak. Ai u kap në lagjen Skënderbeg në Tiranë dhe gjatë kontrollit në mjetin e tij u gjet një pushkë automatike me municion luftarak. Arma e sekuestruar është një pushkë automatike e cila është e palishme dhe dyshohet se kishte për qëllim të shitej personave të tjerë të pa identifikuar. Hetuesit janë shqetësuar se arma mund të përdorej më pas në aktivitete kriminale, si dhe për të shkaktuar pasoja serioze në shoqëri. Ndreu, i cili është me origjinë nga fshati Hoti i Ri, është arrestuar dhe është marrë në pyetje nga autoritetet për të zbardhur gjithë rrjetin e mundshëm të trafikut të armëve. Hetimet po vazhdojnë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në këtë aktivitet palishëm dhe për të zbuluar nëse 20 vjeçari ka shitur armë pa leje më herët. Gjithashtu policia po i kushton vëmendje të veçantë lidhjes së tij me grupe të tjera kriminale, të cilët mund të jenë të përfshirë në tregtimin e armëve pa leje në Tiranë. Ky operacion është një pjesë e një serie operacioneve për të luftuar përdorimin dhe shpërndarjen e armëve të palishme, të cilat mund të kontribojnë në rritjen e rrezikut të krimeve të dhunshme në qytet. Policia ka bërë të ditur se do të vazhdojë hetimet për veprimet për të parandaluar aktivitete të tilla dhe për të zbuluar të gjitha lidhjet me grupet kriminale që përfshihen në trafikun e armëve. 2 të rinj, mes tyre një 16 vjeçar, janë arrestuar nga policia si autor të dyshuar të një vjedhje me forcë në Kulcyr. Gjatë kontrollit, policia e gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri gjysmë automatike dhe pajisje të vjedhura.
Policia e Kulturës ka finalizuar me sukses një operacion të mirë organizuar duke arrestuar 2 të rinj, si autor të dyshuar të një vjedhje me forcë të ndodhur në 18 mars në një banesë në këtë qytet. Të arrestuarit janë Jurgjin Bramati, 22 vjeç nga Erseka dhe një 16 vjeçar, identiteti të cilit nuk bëhet publik për shkak të moshës së mitur. Hetimet intensive çuan në identifikimin e autorëve, të cilët dyshohen se kishin hyrë me forcë në banesën e një qytetari dhe kanë marrë sende me vlerë, të cilat më pas kishin tentuar t'i shisnin. Operacioni u krye në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë së Ersekës dhe atij të Kulturës. Gjatë hetimeve, policia arriti të zbulojë një ndërtesë të vjetër në fshatin Muzhan, ku të rinjt kishin fshehur një armë zjarri gjysmë automatike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Përveç armës, u gjetën dhe pajisje dhe sende të tjera që ishin vjedhur nga banesa dhe ishin destinuar për shitje. Policia ka konfirmuar se operacioni është pjesë e përpjekjeve për të luftuar krimin në zonat rurale dhe për të parandaluar vjedhjet me dhunë. Ky arrestim është një tjetër hap për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe për të vënë përpara drejtësisë ata që kryejnë vepra kriminale, thuhet në njoftimin e uniformave blu. Ndaj 2 të rinjve rëndojnë akuzat për vjedhje me forcë dhe armbajtje pa leje, ndërsa materialet hetimori kanë kaluar prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore. Hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse të rinjt mund të jenë përfshirë në raste të tjera kriminale. Udhëzime të tjera informacione kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar sot varrin e babait të tij, Haxhi Thaçi, 5 ditë pas ndarjes nga jeta të këtij të fundit. Gjykata speciale nuk e lejoi atë të merrte pjesë në ceremoninë e varrimit me 18 mars, por i mundsoi një vizitë të vonuar në mbikëqyrje të rrept sigurie. Thaçi mbriti në Kosovë nga Haga duke mbajtur në duar një kuror me lule për të nderuar të atin. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar sot varrin e babait të tij, Haxhi Thaçi, në fshatin Buroj të Skënderajt, 5 ditë pas ndarjes së tij nga jeta. I shoqëruar nga forca të shumta sigurie, Thaçi mbërriti në Kosovë nga Haga, ku po mbahet në paraburgim nga gjykata speciale. Ai mbante në duar një kuror me lule, të cilën e vendosi pranë varrit të babait të tij, si një shenjë nderimi dhe lam të mire. Gjykata speciale nuk e lejoi Thaçin të merrte pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij, që u mbajt më 18 mars, duke e kufizuar vizitën e tij vetëm në një homazh të shkurtër pas varrimit. Vendimi i gjykatës shkaktoi reagime të shumta në Kosovë, ku shumë figura publike dhe qytetarë shprehuan zhgënjimin e tyre për këtë vendim. Haxhi Thaçi ndorroi jetë më 16 mars, ndërsa Hashim Thaçi kishte pasur mundësinë ta vizitonte atë në spital më 13 mars, vetëm 3 ditë para se ai të ndërronte jetë. Ky ishte një moment emocional për ish-presidentin, i cili u pa i papërmbajtur gjatë vizitës në varrezat familjare. Ndërkohë, mbetet e paqartë nëse Thaçi do të lejohet të qëndrojë më gjatë në Kosovë apo do të rikthehet menjëherë në paraburgim në Hag. Sipas burimeve pranë avokatëve të tij, kërkesa për një leje të zgjatur nuk është pranuar dhe vizita e sotme ka qenë e kufizuar vetëm për homazhe private. Ish-kryetari i komunës së Koçanit dhe 2 ish-kryetarë të tjerë të bashkisë janë arrestuar nga autoritetet pas dyshimeve se janë përfshirë në tragjedin që ndodhi në klubin Puls, ku humbën jetën 59 persona. Hetimet vazhdojnë dhe më shumë detaje pritet të publikohen nga prokuroria e Koçanit. Një operacion i madh policor është duke u zhvilluar në Koçan, ku 3 ish-drejtues të bashkisë janë arrestuar pas dyshimeve për përfshirjen në tragjedin ku ndodhi në klubin Puls, ku humbën jetën 59 persona. Kryetari i dorëhequr i komunës së Koçanit, Ljupço Papazov, dhe ish-kryetarët e bashkisë, Nikolo Iliev dhe Ratko Dimitrovski, janë ndaluar nga autoritetet në kuadër të hetimeve për ngjarjen e rëndë. Prokuroria publike e Koçanit ka njoftuar se operacioni për ndalimin e të dyshuarve do të vazhdojë gjatë natës dhe se më shumë detaje do të jepen pas përfundimit të hetimeve të mëtejshme nesër. Papazov, i cili dha dorëheqjen pas tragjedisë, është marrë me 17 mars në pyetje nga prokurori dhe sipas burimeve nga prokuroria janë marrë disa informacione dhe sqarime lidhur me kompetencat dhe përgjegjësitë e tij gjatë kohës që u udhëhoqi bashkinë. Pas përfundimit të marrjes në pyetje, prokurori njoftoi se do të vendoset për statusin e mëtejshëm të Papazov dhe se materiali dëshmues do të krahasohet për të marrë një vendim lidhur me hetimin e tij. Hetimet po zhvillohen në një ritëm të shpejtë dhe autoritetet presin të zbardhin më shumë detaje për përfshirjen e të dyshuarve në ngjarjen tragjike. Eci me zhvillimet nga bota, mijëra protestues u përleshën me forcat e rendit në Stamboll, Ankara dhe Izmir pas arrestimit të Ekrem Imamoglu, kryebashkiaku të Stambollit dhe kandidatit të mundshëm për zgjedhjet presidenciale të 2028-s. Policia përdori topa me ujë dhe gaz lotësiellës për të shpërndarë turmat. Arrestimi i këtij të fundit ka shkaktuar reagime të ashpra, ndërsa autoritetet kanë arrestuar 37 persona për nxitje të protestave në rrjetet sociale.
Një natë të rrezuar protestash u zhvillua në disa qytete të mëdha të Turqisë, përfshirë Stambollin, Ankaran dhe Izmirin, pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, i cili pritet të kandidojë për zgjedhjet presidenciale të 2028-s. Forca e rendit u përballën me mijëra manifestues, të cilët kërkonin lirimin e İmamoğlut dhe kundërshtuan akuzat për korrupsion ndaj tij, që i cilësojnë si të motivuara politikisht. Në Izmir, policia përdori topa me ujë për të shpërndar protestuesit pas urdhrit të autoriteteve për ndalimin e tubimeve, ndërsa në Ankara, gazi lojtësjellës dhe plumbat me gomë u përdorën për të shpërndar turmat e irrituara. Pas protestave, ministri i Brendshëm njoftoi se 37 persona ishin arrestuar, duke përfshirë 261 menaxhues të rrjeteve sociale që kishin postuar materiale që nxitën dhunë dhe urrëtie në lidhje me arrestimin e İmamoğlu. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan akuzoi protestuesit se kanë humbur kontrollin dhe janë mashtruar nga opozita, duke theksuar se akuzat ndaj İmamoğlu për korrupsion janë të rënda dhe nuk kanë asnjë lidhje me politikën. Ekrem İmamoğlu pritet të zgjidhet kandidat për president nga opozita republikane të dielën me një votim që pritet të mbledh 1.5 milion anëtar të partisë. Sulmet izraelite në Gaza kanë shkaktuar të paktën 91 viktima palestineze dhe 10 të plagosur, ndërsa ushtria ka rifilluar operacione toksore. 5 punonjës të OKB-s janë vrarë, duke çuar numrin në total të stafit të saj të vrarë në 284, ndërkohë kryeministri i Izraelit ka shkarkuar kreun e shërbimit të brendshëm të inteligjencës pas muajsh tensionesh mbi një hetim për korrupsion. Situata në Gaza është përshkallëzuar ndjeshëm pasi forcat izraelite kanë rifilluar sulme terrore dhe operacione toksore në disa rajone të enklavës palestineze. Sipas raportimeve më të fundit, të paktën 91 palestinezë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, ndërsa avionet izraelit kanë lëshuar fletpalosje duke urdhëruar banorët të evakuohen nga Beit Lahia në Beit Hanun në veri, si dhe nga zonat lindore të Khan Younis në jug. Përgjatë natës, forcat toksore izraelite kanë avancuar në disa sektorë të Gazës, duke shkaktuar panik mes civileve që tashmë janë zhvendosur disa herë gjatë konfliktit. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara konfirmuan se 5 anëtar të stafit të tyre janë vrarë në sulmet e fundit, duke çuar numrin e punonjësve të vrarë të UNRWA-s në 284 që nga nisja e luftës. Drejtori i UNRWA-s, Filip Lazarini, e cilësoi situatën si katastrofë të ligjit ndërkombëtar. Megjithatë, autoritetet izraelite mohuan akuzat se kishin shënjestruar qëllimisht një kompleks të OKB-s. Në anën tjetër, tensionet politike janë rritur dhe brenda Izraelit. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shkarkuar kreun e inteligjencës së brendshme Ronen Bar pas muajsh tensionesh mbi një hetim korrupsioni. Sipas burimeve, hetimi lidhet me pretendime se ndihmës së Netanyahut kanë marrë shfret nga individ të lidhur me Katarin. Ky vendim ka shkaktuar një reagim të ashpër brenda qeverisë dhe në rrugët e Tel Avivit e Jeruzalemit, ku mijëra qytetarë kanë dalë në protesta. Përplasjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë u intensifikuan afër rezistencës së Netanyahut, ku policia përdori gaz lojtësjellësh për të shpërndar turmat. Demonstruesit akuzojnë qeverinë për minimimin e institucioneve demokratike dhe përpjekje për të shmangur përgjegjësinë për keq menaxhimin e luftës. Ndërkohë, ushtria izraelite ka përshditur se ka nisur një operacion të ri toksor në Rafah, duke e shtuar dhe më tej pasigurinë për civilët palestinezë. Që nga shkelja e pushimit të martën, mbi 590 palestinezë janë vrarë në sulmet e fundit, ndërsa mbi 150 të plagosur po trajtohen në spitale brenda dhe jashtë Gazës. Autoritetet mjekësore palestineze kanë paralajmëruar se 10 prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar ka shtuar thirrjet për një ndalim të menjëhershëm të luftimeve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përpiqen të ndërmjetësojnë një tjetër anëpushim, por deri tani përpjekjet nuk kanë sjellë asnjë rezultat konkret. Analistët paralajmërojnë se përshkallëzimi i konfliktit mund të çojë në një krizë më të thellë rajonale me pasojë të paparashikueshme për stabilitetin në lindjen e mesme. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nënshkruajnë një marrëveshje për mineralet e rradha në Ukrainën, ndërkohë ai po ndërmjetëson një anëpushim 30 ditor me Ukrainën dhe Rusinë. Vladimir Putin ka vendosur një ultimatum për ukrainasit në territoret e pushtuara që të marrin pasaportë ruse deri në shtator ose të largohen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë të ditur se SBA-ja dhe Ukraina do të nënshkruajnë së shpejti një marrëveshje për mineralet e rradha, të cilat kanë një rëndësi strategjike për industrinë teknologjike dhe mbrojtjen. Gjatë një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë, Trump deklaroi se përpjekjet e tij për të ndërmjetësuar paqen mes Ukrainës dhe Rusisë po ecin shumë mirë dhe si një anëpushim i pjesëshëm është arritur. Jemi duke ecur mirë me Ukrainën dhe Rusinë. Një nga gjërat që po bëjmë është nënshkrimi shumë shpejt një marrëveshje me Ukrainën në lidhje me mineralet e rradha, tha Trump. Ndërkohë,
luftimet mes dy vendeve vazhdojnë. Forcat ruse kanë kryer një sulm të ashpër me dron mbi qytetin e Odesës, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturën civile. Sipas guvernatorit rajonal Ole Kiper, janë goditur një ndërtesë banimi, një qendër tregtare dhe disa dyqane. 3 persona, përfshirë një vajzë, kanë mbetur të plagosur. Nga ana tjetër, në rajonin rus të Kurskut, forcat ukrainase dyshohet se kanë sulmuar një stacion shpërndarjeje të gazit në Sudzha. Mediat ruse publikuan imazhe të një zjarri të madh, ndërsa autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar mbi këtë sulm. Në një lëvizje që ka tensionuar edhe më shumë situatën, presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që detyron qytetarët ukrainas që jetojnë në territoret e pushtuara nga Rusia, përfshirë Donjcekun, Luhanskun, Hersonin dhe Zaporizhian, të marrin pasaportë ruse deri më 10 shtator ose të largohen nga vendi. Ky vendim është kritikuar ashpër nga Ukraina, e cila e sheh atë si një përpjekje për të forcuar kontrollin rus mbi këto rajone. Ish-ministri i ekonomisë i Ukrainës, Timofey Mylavonov, deklaroi në një postim në platformën X se ky është një ultimatum i rrezikshëm që synon asimilimin e popullsisë ukrainase në territoret e pushtuara. Ndërkohë, përpjekjet diplomatike për të arritur një marrëveshje më të gjerë vazhdojnë. Trump ka zhvilluar bisedime të ndara me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe atë rus Vladimir Putin në përpjekje për të negociuar një armëpushim më të gjatë. Edhe pse nuk ka arritur një marrëveshje të plot 30 ditore, bisedimet e tij kanë bërë që Putin të pajtohet për ndalimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike për një muaj. Nga ana tjetër, Zelensky ka shprehur gatishmërinë për të pranuar një pauzë të tillë, me shpresën se kjo mund të çojë në negociate të mëtejshme për t'i dhënë fund luftës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për shpërbërjen e Departamentit të Arsimit duke përmbushur një premtim të fushatës. Ai akuzoi departamentin se ka dështuar në përmbushjen e detyrave dhe premtoi se do të kthejë fondet e tij në shtetet. Departamenti e cilësoi këtë vendim si një hap historik që do të çlirojë brezat e ardhshëm të studentëve. Presidenti Donald Trump ka shpërbërë një nga institucionet më të njohura të qeverisë amerikane duke nënshkruar një urdhër ekzekutiv për mbylljen e Departamentit të Arsimit, një premtim të bërë gjatë fushatës së tij presidenciale. Ai ka akuzuar agjencinë për dështim në përmbushjen e shëndimeve të saj dhe ka deklaruar se paratë po që kontrollohen do t'i kthehen në shtetet për të menaxhuar më mirë. Ky hap vjen pas kritikave të shumta ndaj përmbajtjes që ai e konsideron të papërshtatshme, përfshirë materialet me përmbajtje racore, seksuale dhe politike që janë mësuar në shkolla. Në një deklaratë të lëshuar nga Departamenti i Arsimit, agjencia e cilësoi këtë vendim si një hap historik që do të sjellë mundësi për suksesin e studentëve amerikan. Ata besojnë se shpërbërja e departamentit do të çlirojë sistemin arsimor dhe do të mundësojë mundësi më të mira për brezat e ardhshëm. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se administrata e Trump do të reduktojë funksionet e mbetura të departamentit, por ka theksuar se kjo mund të ndodhë vetëm brenda kufizimeve ligjore. Pas këtij njoftimi, senatori republikan Bill Cassidy ka deklaruar se do të paraqesë një projekt ligj në Kongres për të mbyllur përfundimisht Departamentin e Arsimit. Ky veprim mund të përballet me pengesa ligjore, pasi kërkon ndryshime të rëndësishme në legjislacionin federal. Departamenti i Arsimit është krijuar në vitin 1979 dhe ka administruar kredi studentore dhe ka mbështetur programe për studentët me të ardhurat të ulta, një funksion që Trump e ka kritikuar për ndikimin që ka mbi të rinjt. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve, rritjen e ditëve vranësira dhe kthjellime. Temperatura minimale parashikohet të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era pritet të frymë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond. Çka do të bëjë? Do krijojnë dallgëzime 1 deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 7 deri në 18 gradë, Peshkopi 5 deri në 15 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 16 gradë, Elbasan 7 deri në 18 gradë Celsius, Berat 9 deri në 18 gradë, Korç 2 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 6 deri në 17 gradë, Gjirokastër 3 deri në 11 gradë,
Sarand 7 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 22 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, e qielli do të jetë mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga lindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 6 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 15 gradë, Skanderaj 5 deri në 15 gradë, Pej 7 deri në 15 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 15 gradë, Gjakov 3 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 6 deri në 16 gradë, Gjilan 2 deri në 15 gradë, Ferizaj 5 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 14 gradë, Suharek 7 deri në 16 gradë, Prizren 6 deri në 16 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.